Më shumë se 1000 familje në qarkun e Korçës vuajnë mungesën e energjisë elektrike si pasojë e defekteve të shumta dhe dëmeve të shkaktuara nga era e fortë që ka shoqëruar rreshtet e Borës. Me vështirë paraqitet situata në zonat malore të Pogradecit, ku rreth 500 familje në fshatrat e njësive administrative Trebinj dhe Bishnic kanë mungesë të energjisë, por pa energji elektrike janë edhe banorët e Kolonjës, si dhe shumë fshatra të tjerë, kryesisht ata malor të qarkut të Korçës. Për shkak të rreshjeve në këto zona ka pasur këputje të përcjellsave, shtylla të thyera dhe dëmtime të tramversave. Sipas burimeve nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, janë 11 grupe pune në terren, të cilat po punojnë në kushte ekstremisht të vështira për të riparuar dëmet e për të rikthyer energjinë elektrike. Situata është mjaft e vështirë në disa zona malore, pasi për shkak të erës, trashësia e Borës shkon edhe në 1,5 metra, çka bën që ekipet e OSHE-s të detyrohen të punojnë në kushte ekstreme.